Pyetje, faleminderit. Sa shpesh e ke takuar zotin Thaçi në praninë e komandantëve të rajonale apo të zonave? Përgjigje vetëm një herë. Pyetje. Është bëhet fjalë për takimin që përmendën mes të shtatorit të 99-s, kur zoti Thaçi rrinte veç mas me komandantëve të tjerë të zonave? Përgjigje po. Pyetje. Duhet të kërkoni një tematik tjetër. Në paragrafin 16 të dekretës suaj keni bërë disa vëzhgime mes të tjerave. Të faktën në deklaratë thuhet, pra në deklaratën që kam përpara në shkronjën C, thoni se gjatë mandatit tuaj zoti Thaçi ka luajtur një rol konstruktiv që ka ndihmuar që të çonte më tej synimet e paqërojtës të unë mikut dhe në numërin Normak 3, thotë duke ndarë vëmendjen, pushtetin dhe në fakt dhe meritat me personat e cilët kishte denoncuar më parë, për cilën e keni fjalën. Përgjigje, absolutisht së pari dhe kryesisht bëhet fjalë për zotin Rugova, të cilin zoti Thaçi e kishte sharme në mënyrë dramatike dhe në fillim duke sikur kishte armiqësi të dukshme, të konsiderueshme ndaj tij. Me kalimin e kohës dhe në kuadrin e zhvillimeve, ai ndryshoi këtë sjellje në mënyrë thelbësore. Brenda disa muajve filloi që të ndante pushtetin me të, vëmendjen me të, dhe këtu bëhet fjalë për politikan. Dhe si të thuash, ndarja e vëmendjes është diçka shumë e vështirë për një politikan. Pra ai po ndante pushtetin dhe vëmendjen me këto njerëz, me atë person të cilin e kishte sharë më parë. Nuk kam ndjeni që ai të ketë patur të njëjtën armiqësi ndaj zotit Qosja, po unë kryesisht kisha ndërmend zotin Rogova. Pyetje. Zoti Kova, në shkronjën